Pikniku veror i Misionit Katolik Shqiptar Shën Nan Tereza në Toronto. Ashtu si çdo vit, edhe këtë verë, Misioni Katolik Shqiptar Shën Nan Tereza në Toronto organizoi piknikun e tij tradicional veror, një aktivitet që është shndërruar në një nga ngjarjet më të dashura për komunitetin shqiptar në Kanada. Të dielën, më 5 korrik, qindra bashkëdetar nga të gjitha trevat shqiptare u mblodhën në Norval të Ontarios për të kaluar një ditë të mbushur me besim, miqësi dhe gëzim. Këtë vit, mesha e shenjtë u kremtua në të njëjtin ambient ku u zhvillua edhe pikniku. O Zot, Ti na mbushë me dhurata kaq të mrekullueshme, ne po të lutem. Na ndihmo ta fitojmë shërbimin e mëshuar, e kur të mos prajmë duke të lëvduar. Për Krishtin, Zotit. Zoti qoftë. Të bekoftë i gjithë pushtetshëm, Ati i biri e shpirti i shenjtë. Në emër të Atit e të Birit e të Shpirtit Shenjtë. Amen. Pas meshës, me bekimin e bukës nga meshtari Don Prenkola, të pranishmit shijuan gatimet tradicionale shqiptare dhe një atmosferë të ngrohtë familjare. Festa u pasurua me interpretimet instrumentale të mjeshtrit të çiftelisë Gëzim Smajlaj. Ndërsa më pas, DJ Vito krijoi atmosferën festive që bashkoi të rinj e të moshuar në vallet e këngë. Gjatë gjithë ditës u organizuan aktivitete sportive dhe argëtuese, si ndeshje futbolli, volejbolli, gara vrapimi dhe lojra për fëmijët, duke e kthyer piknikun në një fest ku secili gjeti vendin e tij. Në një kohë kur jeta është bërë gjithnjë e më e ngarkuar, aktivitetet të tilla janë më shumë se një ditë argëtimi. Ato u japin familjeve të çlodhen, të forcojnë lidhjet me njëri tjetrin dhe të ruajnë gjallë traditat, gjuhën dhe identitetin shqiptar. Përmes veprimtarive fetare, kulturore dhe shoqërore, Misioni Katolik Shqiptar Shën Nan Tereza, në drejtimin e meshtarit Don Prenkola, vazhdon të jetë një vatër e rëndësishme për komunitetin shqiptar në Kanada, duke frymëzuar bashkim, solidaritet dhe shpresë. Sepse një komunitet nuk bëhet i fortë vetëm nga numri i njerëzve që ka, por nga vlerat që ndan. Dhe kur besimi, familja dhe tradita ecin së bashku, ndërtohet një ardhme më e fortë për brezat që do të vinë.